Dhe ja ku jemi sot bashkë, nuk po buzëqeshi shumë se Lena ka vendosur mos më na bo ushqim diçka, nuk kena me hangër sot. Mirë se erdhe Lenë. Do na qenë asnjë as djemë që janë të kesh, as thonë, pse s'gatujte kur gjohë sot. Kjo është mja ditë rënsim tani. Po nejse, që kjo qaje që kam e përgatit Lena, kam e na ndihmu neve edhe gjatë ushqimeve pastaj. Po, fiks është vërtet. Kemi fol shumë për florën, për sistemin trac, për zorën, edhe kena fol shumë për simptoma që na i kemi, ose të lashe që i kemi në raport me zorën. Sot përdu me cek një diçka që na zakonisht nuk e vrem, ose e vrem kur avancohet jashtë zakonisht shumë, një problematik, edhe ajo është myshqet edhe parazitet që mujnë me ndodhë për shembull në organizëm, ato manifestohen kryesisht po më ne edhe avancohen, kolonizohen një farforme në momentin që na e teprojmë. Do me thonë, qoftë që i marim për mes ushqimit, qoftë për shembull ku na bjen shumë imuniteti, edhe si pasojë parazitëve, sidomos në zorë, edhe myshqeve dhe në lëkurë, për shembull që shfaqen, normal na fillojmë me pas rrëmje të imunitetit, lodhje, plagështi, fryrje, ka shumë raste që në momentin që janë të kolonizume në sasi shumë të madhe, edhe janë të lokalizume sasi shumë të madhe në florën tonë, ata din me shkaktu edhe ankth edhe stres, sidomos tek fëmijët manifestohen me oreks shumë tolt. Po, nuk kanë oreks, kanë stres, do të thonë janë agresiv për shkak të atij shqetësimi që e kanë. Qka i favorizon mu kolonizu, se... Më rendit. Më rendim shumë mu faktikisht. Një farforme është kryesisht ushqimet produktet e qumshtit, sheqeri, shtume, kryesisht, sidomos sheqeri, shtume, edhe kjo ndikon që momentin që janë sasi më të madhe, ndikon edhe me pas sa më shumë dëshirë për ëmbëlsira, për shembull ato bombonet ose ato gelatinoza, ato ëmbëlsira, çokolada që i pëlqejnë shumë fëmijët. Për shembull ato periudha që janë sasi më të lartë në organizëm ose janë të shtume, kështu më me vrej që fëmijët kanë dëshirë shumë. Edhe ato njëjtën kohë i ushqejnë shumë. Po, në ndërkohë këto myshqe dhe parazitet që po i përmend Lena, normalisht zbulohen apo diagnostikohen përmes disa analizave laboratorike, të cilën ju rekomandon mjeku familjar fillimisht, pastaj ose një pediatër gastro ose po. Por në momentin që i kanë këto analiza dhe një fëmijë ose një i rritur diagnostikohet që po vuan nga myshqet ose parazitet. Patjetër që du të mi marri ilaçet që janë të nevojshme që i referon mjeku, edhe konsultën e mjekut, po për mi janë ndihmu edhe për parandalem është fjala, edhe nëse dyshojmë si kemi këtu shqetësime, pare se mi bu analizat edhe në kushte normale, për shembull, është mirë me marrë diçka që është antimikotik. Antimikotik, për shembull, e kemi full sa herë që e kemi karanfilin, është fara e zezë ose vaj fara e zezë, pastaj kena full edhe për dafinën, është rigoni, janë disa erza që buen edhe në formë vajt, edhe në formë çajt, që ndihmojnë që është mirë me ushtu fëmijëve prej se të vegjël për shkak që na parazit kemi. Krejt kohën organizëm se marrim, krejt kohën pa ata aktivizohen në momentin që na i provokojmë.